Prokuroria e posaçme antikorrupsion dërgoi për gjykim dosjen në ngarkim të Arnold Rokaj, ish punonjës i Inspektoratit të Mbrojtjes së Mjedisit, Zambak Gjoni, ish zyrtar i Drejtorisë së Burgjeve dhe ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve, Agim Ismaili, të cilët akuzohen për hakerimin e emaileve të prokurorëve të SPAK. Ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve, Agim Ismaili, po hetohet në gjendje të lirë, ndërsa dy të tjerët, Rokaj dhe Gjoni, ndodhen në masën e sigurisë arrest me burg. Prokuroria e posaçme sqaron se i pandehuri Arnold Rokaj aksesoi në mënyrë të paautorizuar materiale hetimore të prokurorisë së posaçme, një pjesë të cilave u dërgua në mënyrë të palishme tek i pandehuri tjetër Zambak Gjoni. Këto materiale kanë përfunduar edhe në celularin e ish-kreut të burgjeve, Agim Ismaili, i cili më pas i ka shpërndar tek persona të tjerë, por edhe ka kërkuar në mënyrë të vetëdijshme fillimin e përgjimit të palishëm të sistemeve të SPAK.